gjithmonë që do nisja vlog edhe harrova që nisja vlog, është bërë pis kamera, nejse. Unë kam ardhur te Brisi këtu, të takojmë pak se mi takuar fare për këtë vit, jam këtë gjendje monstruoze kështu, po gjithsesi duhet të takohesh. Sa po mbarova te Brisi unë edhe tani erdha të marr Kain nga shkolla, nuk xhirova atje tek Brisi se aq ndonjë 30 minuta nuk sa u përqafuam. Pim një kafe, ëngrëm një ëmbëlsirë kështu me vrap, mora këto gjërat këtu që mi ka bërë Brisi gati dhuratat e fëmijëve, edhe erdha në shtëpi se jemi shumë afër me njëra tjetrën, kështu diku tek 25 minuta larg. Edhe tani po pres që të dal Kai, jam pak shpejt me thënë drejtën, nuk e di sa vajti ora tani, po hajt thash me qenë se jam jashtë, po marrë dhe Kain edhe po iki një herë mirë në shtëpi. Edhe kështu. Edhe se çfarë do të thoya një gjë jo harrova, po. Nejse. Unë shkova takoja Brisin se po bënim shaka, tham ky një vit pa u parë. Që nga 2025 si duket ky xhupi. Njerëz koha këtu është bërë shumë e keqe. Edhe ka thënë këto ditë që do t'jetë edhe më e keqe, që do të bëj stuhi, edhe që ne duhet marrim masat, edhe të marrim ushqime në shtëpi. Kjo pjesa më frikson mua. Edhe e ka thënë që nesër që jam unë punë, që do jetë kohë e keqe, tani nuk e di ti apo jo, po se kam frikë, por po, do jetë kohë e keqe këtu. Po bën që tani këtu nuk po shkrin mas bora dhe ka shumë aksidente sepse po rrshasin shumë makinat nga bora. Por nuk e di, kam shumë frikë se mos ndodhë ndonjë gjë tjetër. Po njeriu që dua të jetojë në një kub kështu porcelani, qelçi, kristali, edhe mos më afrohet asnjëri. Të hapim tani dhuratat që na ka bërë Brisi, po këta i qyen që në fillim o zot, pse janë kështu fëmijët? Da hapim. Ti. Was meiner? Edhe ti dhe Kajt. Shiko, sa bukur na i ka bërë ne këtë. Wow. Bim kafe në ngrohtë nga shtëpia dhe ikim në punë. Çova Kalbin në shkollë edhe çova në fakt Kalbin në shkollë dhe pastaj shkova në shtëpi. Mora këtë kafen, më bëri i kështu të ngrohtë edhe tani do iki në punë, por shihni se sa shumë borë që është. Dhe sot është deri diku okay, por nesër e ka dhënë për një mot shumë të keq edhe nuk e di fare se çfarë do bëj. Ndoshta edhe nuk shkoj në punë nëse është mota shumë i keq edhe Kalvin s'kam për ta çuar në shkollë sepse na than edhe atje nëse dëshironim që t'i mbanim në shtëpi, duke qenë se është ky moti kështu jo stabil. Edhe kështu po iki tani që mos bëhem vonë për punë, edhe jam me super dhimbje koke, Miki ka fjet një javë super mirë, dje çuditërisht i lindi dëshira për të qëndruar zgjuar një 3 orë të mira natën, edhe her pas heri dilte edhe urina, të me thënë nga tek rrobat, o zoti ma, dhe kam ndruar këmbë kokë 2 herë natën, super e lodhur, normalisht kur atë nuk e zgjumi as mua, nuk se bënte gjë i shkreti, thjesht rrinta afër meje, kështu përqafonte mua. Rinde ngrohtë me betanie, po thjesht ideja kur ai është zgjuar mua nuk më zgjumi. Edhe jam pa gjumë, do të thënë kam një super dhimbje koke sot si rrall herë që në mëngjes, por çfarë më bë? Po iki tani se mos u vete. Ja. Dola, iku dhe kjo ditë sot. Nesër me shumë mundësi nuk do kemi punë, do me thënë punë kemi, por nuk do të vi asnjë fëmijë, sepse nesër jam mbyllur dhe shkollat këtu për shkak të motit. Kështu që nëse nuk shkojnë fëmijët, as këta të kopshtit nuk vinë, i tham prindërve që për sigurinë e tyre do të ishte më mirë që fëmijët të qëndronin në shtëpi nëse kishin mundësinë, sepse as ne vetë punojmë si nuk e dim nëse do vim në orar fiks edhe do të ketë kështu për kujdesje. Kështu që nuk e din fare. Edhe unë nuk e din, nëse koha shumë e keqe, as unë nuk vi nesër dhe është një arsye që mos të vish sepse me të tilla kushte, për shembull atmosferike, klimaterike etj, nuk është e këshillueshme sepse unë duhet të jap makinës 30 minuta, edhe rrugët do të jenë me akull, kështu gjërash, jo të gjitha, normalisht jo autostrada, por që me shumë mundësi nuk do shkojmë nesër në punë. Edhe java tjetër do të jetë po ashtu keq, nuk e di tani tu pa tu bë, nga shkolla e Kajt na thënë që nuk do të ketë shkollë, edhe shkollat këtu në Bremen, se ne na merr një land tjetër, unë punoj në Bremen. Ne na merr Niedersachsen, edhe Niedersachsen po ashtu u mbyllën këto grundschulet.
shkollat fillore, kështu i ka tani që të mos të vënohem, se sot e kam ditën full, përveç se kam mësim online, kam edhe kështu mbledhje tek puna, edhe kjo është mbledhje ekstra, edhe është pak a shumë paralelisht me orarin, kështu që unë këtej do të mbaj telefonin, se aty aty duhet thjesht të dëgjoj, ndërsa tek shkolla do të kem laptopin, edhe nuk e di, domethënë por nejse, hajt, s'do t'ja dal. Ta po thoja unë në shpirt se e pas të rje, kafen time këtu, kafen e mbetur. Nice. Das am wenigsten nötig, an einen anderen Fußballstart zu kopieren. Die 2022 geht uns eine Partnerschaft mit der Në erdhen më në fund këto gjërat. Këtu do të bëjmë atë starterin, atë tharmin e bukës, e bukur që qenë nga kjo. Dhe kam bler dhe një sikjo për të ndarë këto kuleç gjëra kështu për brumin, por që kisha një sikjo, unë edhe një sikjo e kisha, por nejse s'ka problem. Mora këto të dyja tani për bukën, më tepër besoj se të përdor këtë. Kjo është për të zënë fillim brumin, për ta trazuar, domethënë. Unë zakonisht përdor makinën, po është okay dhe kjo më duhet. Kjo është për të vendosur bukën, edhe e pjek bashkë me këtë që mos të lëviz forma kur e merr në dorë. Pastaj kjo është një thik sharë vogël që shërben për të prerë bukën. Kjo pastaj ku janë besoj këta thas të tjerë si kjo, nuk jam shumë e sigurt. Kjo është për tek starteri dhe më pas këtu kemi këto qeset e bukës, pasi bën bukën. Sa interesant. Miki lushin e zuri gjumi atje, po e kontrolloj te kamera, ndërkohë po bëj pak qumësh të bajamesh këtu, që ta pi me kafen. Mendova në fillim me kështu tërshër, po thash okay, po e bëjmë bajame, se ishin 100 gram bajame, aq më duheshin mua 90. Edhe kaq, kam edhe disa si i thon këtyre mjedra, mund ta bëja me lule shtrydhe, kam hedhur pak këtij uji këtu të mirë, që do të thonë uji i pishëm, i kam hedhur edhe pak sirup ose shurup thuhet, nga i arrës së kokosit, edhe do ta bëj për 1 minutë bë. Kishim bukë integrale, që ka dalë super e mirë dhe e shishme. Është Kaj. Ku është Kaj, shpirt? Kaj. Iku aty. Ku andej me okin. Prit. Është piz. Shihni sa bukur. Kam ikin krapra në bëhet si kështu si shtrëm. Hop. Kujdes mami, mos hip aty shpirt se bësh pis. Si duket këto dhe klagja janë si piktur, si foto, sa bukur. Hallo. Vielleicht gefroren. Ja, ich komme so schnell raus. Ich kann das nie wegmachen hier. Auf die Okay, du zuerst. Fang mich. Du Eierlauf. Hier. Fang mich doch. Bravo. Jetzt ich. Ha. Hallo. Du selber. Bëra pas dite tani, domethënë tani, që është pas dite këto për veten time, dhe besoj se do i kem edhe dark këto se s'pas kam reks fare. Por i bëj me këtë sallatën iceberg, më duket e ka kjon, mos gaboj këtu në Gjermani, nuk jam shumë e sigurt. Por marr ato fletat e saj pa i prishur dhe i bëj kështu si wrap, si keni parasysh, edhe hedh brenda pak krem djathi, edhe hedh pak kastravec, domate siç e shihni, pak kuda ose çfarë dëshironi ju, dhe bën shumë të shijshme. Mund të hidhni dhe mish brenda, për shembull mish pule, dhe janë super të shijshme. Nuk e kupton fare për shembull që nuk e buk ose nuk e diçka kështu me brum. Po përgatis tani këto që qon bëta. Të t'jap mami tani këto cinnamon rollsat, edhe brumi ka dalë super i butë, i kam hedhur pak kështu lart miell si që shihni, sepse ishte super mega i butë. Më thashtë e hidhja këtë, por që ka dalë shumë i mirë, edhe do ta lë të pushoj pak që ta punojnë. Këtu po përgatis një gjell me bizele, kam hedhur vetëm mishin dhe do hedh perimet. Qami, jeta e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Disa të mira që më dolën, ky brumi është nuk e di super mega i butë edhe shumë të shishme. E bëra kështu si me këtë salsën sipër, i hodha pak gjalp në fund, prandaj është bërë kështu kjo. Edhe disa të mira që kanë dalë se keni iden. Do t'ja u lë poshtë atë linkun ku e kam parë këtë recetën, por që dolën shumë të mirë. Për shembull brumi, sa i butë që ka dalë nuk e keni iden, edhe super i shishëm. Dolën edhe këto, disa të mira që kanë dalë, kështu ndoshta nuk është kënë gjë, por janë super njerëz janë. Kem blejmë ushqime. Ndërkohë jashtë kemi përsëri borë dhe madje sot është mbyllur përsëri shkolla dhe kopshte, disa jo të gjithë, sepse është kështu me kaq shumë borë. Me sa po hyn në makinë është merre me të pastruar xhamat. I mora. Po ikin në shtëpi me këtë kohë, kaq të shpifur, sa pis që është. Sa bezdi e kam këtë. Bleva tani gjërat që ishin këtu dhe kisha vendosur që do të merja vetëm 140 euro, sepse aq kisha kesh në dorë, edhe s'doja që të fusja fare kartën, edhe ka marrë fix aq, do më thënë, okej, se unë i llogaris tek ajo, tek ai mjeti, kështu, tek ai gëreti që marr ato gjërat, por sepse është super te edeka unë vetëm për këtë vit, përveç kësaj, po për faktin që e pëlqej shumë. Mua më gjanë sigur kur shkoj në supermarketet e tjera, më gjanë sikur kam bler vetëm budalliqe, ndërsa këto më gjanë sikur kam bler gjëra që realisht më duhen dhe të shëndetshme. Edhe më kujtohet tani mami kur ishim të vegjël që na dërgonte për bler ndonjë gjë dhe thoshte për shembull bli një feri. Enësh, edhe ne blinim këtë diun persil, nuk po më vjen kot se s'po më vjen një emër tjetër, test. Edhe mami që ikte truri dhe thoshte pse nuk e ke marrë ato, unë të thash fix feri. Edhe shkonte e kthente feri dhe ua tani më kujtohet edhe mendoj me veten time, në atë kohë thoja o zoti masa e fiksuar, si mund të jetë njeriu kaq i fiksuar me një budallik. Ndërsa tani e kuptoj mamin sepse edhe unë kështu jam, kur shkon hivi që blen ndonjë gjë në një supermarket tjetër, jo kryesisht një produkt, okay, kam edhe produktin, por jo kryesisht me produktin, pse sa me supermarketin, kur shkonte në një tjetër dhe më gjanë sikur s'blen asgjë, sikur blen gjëra koti. Pastaj kur shkonte ke edeka, nuk ka rëndësi se çka kam marrë, rëndësi ka shkuar te edeka. Për te isha kas. Okej, ju tregova që kam marketin e preferuar edekën. Tani unë do ikim në shtëpi. Plani është të shkojmë te IKEA, sepse na duhet diçka dhe menduam po e ham dhe drekën atje, meqense unë s'kam bërë gjë se ora është 12 e pak dhe në këtë orar zakonisht unë e kam mbaruar drekën, por është plani të shkojmë atje dhe mund të shkojmë se na duhet diçka me patjetër për ta zvendësuar, diçka që na është prishur. Edhe se çfarë do të thojë një gjë tjetër unë ju të rëndësishme, po tani harrova. Imagjino sa e rëndësishme ka qenë, po nëse ishte e rëndësishme, po tani harrova. Aq është memoria ime. Nëse. Ju thash unë ju, ja, këtë si ju kam thënë unë. Dy gjëra nuk ju kam thënë unë ju, po. E para kemi prerë biletat për në Shqipëri. Do vim në Shqipëri në fund të marsit. E dyta, kemi prerë edhe, do me thënë 90% biletat për në pushime verore. E treta, kur të vi në Shqipëri, plani është që të operoj syrin, fillet operoj syrin, do me thënë të heq numrin, që mos të përdor më fare syze. Ky është plani, sepse e ka bërë motra, e ka bërë vllai, e ka bërë babi ka bërë diçka tjetër, por që tek i njëjti doktor, edhe vllai s'përdor më syze, motra s'përdor më syze, po ne jemi si shtëpi me syze përveç mamit. Edhe ky është plani. Tani shohim. Nuk e kam vendosur ende, e kam pak me merak. Okej, nuk e kam dhe shumë, sepse ishin të tjerë para meje. Më thot Ivi se Ivi ka vdekje këtë gjëra, më thot mua, ke besim të shkosh për syrin? Po pra se ishin viktimat para meje. Viktima mami, motra, vllai, babi. Edhe kështu, do të thënë 3 lajme të bukura. Edhe pushimet verore, i kemi po thuaj se prerë, po të t'ja tregoj më vonë ato, por që po do vim dhe në Shqipëri, kështu. Unë sot do stërvitem, dje nuk u stërvita, sot do stërvitem, dje vetëm kam kërcyre në shtëpi, unë kur nuk stërvitem kërcej. Kështu që sot do stërvitem. Do stërvitem e patjetër, se ndjem shumë energjike. Kështu, ika tani, edhe se çfarë do ju thoja edhe një gjë tjetër unë ju? Sa shumë që i preferoj këto, disa të mira janë dhe fëmijët i preferojnë shumë, janë të shtrenjta këto, do mundojmë t'i bëj vetë shtëpi dhe këto. Po. Jo, janë shumë të mira. Këto luleshtrët e të thatë. Kështu. Ika tani se vajti vongël o puçat më presin mua atje, unë bëj këto. Llogje ka vaj. Nëse, pashim, jemi më vonë. Erdha nga edeka tani dhe mora.
marr këto për veten time, edhe me Ivin ndonjëherë që i luajmë ndonjë gjë fiks siç është këtu në foto, domethënë, edhe jam dark. Ky gjalpi që është shumë i mirë. Kos nga ky, edhe ky shumë i mirë. Makarona që ti kemi për fëmijët. Tani mora këto patatet e ëmbla, se dua të bëj një tip kështu patate në furrë të mbushura me mish të grirë dhe gjëra të mira për vetet e Ivin. Këto snacksat që ti han fëmijët gjatë ditës, mish i grirë i përzier. Pastaj këtu kemi këtë mielin që marr gjithmonë për pica, shumë i mirë. Këto janë erza, kjo është borcilok dhe një presh duket. Këto bananet e vogla, kështu i mora për Mikin, dhe për fëmijët përgjithësi, domethënë. Makaronat, këto tagliatelle ka marrë. Duket se po, diçka e tillë. Nëse. Mora pastaj këto myslit për vete dhe për Ivin në mëngjes, janë shumë të shijshme, janë një përzierje, kanë edhe kështu magnezium brenda gjërash. Tani, uj siç e shihni, këto lule shtrydhet që ju thash parë, mora këto pencat për Mikin, se them që të fillojmë pak nga pak atë trajnimin për të hequr pelenën, sepse mendoj se nuk e di është gati apo jo, nga hana fiziologjike le të themi, por duke qenë se pak a shumë tregon ndonjëherë, por avash, domethënë është një proces që unë jap gjithmonë kohë të fëmijët, nuk e kam asnjëherë me ngut, edhe ai sapo bëri 2 vjeç, kështu që jemi okay. Pastaj mora vez, këto i mora për vete dhe për Ivin në dark. Ky mielli që bëj bukën që është shumë i mirë, e kam shumë qejf, shumë është për të gatuar. Opsi, mi ikën fokusi, nejse. Aty mbrapa kam disa brocëshën për fëmijët që t'i han. Kjo është buka ime me qep që vdes fare. Pastaj një kështu bostani vogël, ajo salca atje nuk jam provuar ndonjëherë, po them ta provoj. Prandaj e bleva ananas, bleva këtë gudën, edhe poshtë ka mozzarella nga një lloj tjetër. Këtë gudën e mora për ato patatet që ju thash, që të jetë sa më e shëndetshme, duke qenë se po mbaj regjim. Pastaj kos, ky që është me pak më shumë i ndyrë për fëmijët, hurma nga këto, shpresoj të jenë nga ato kafet këto brenda, se prandaj i mora, 2 kiwi, pak sallat, kështu që t'jetë gati kur përtojmë të lajmë atë tjetrën, kastraveca, mandarina, tani e pashëm këtë. Bravo, Claudia, bravo. Nëse mora këtë bio jogurt, ta kemi ndonjëherë, se zakonisht nuk i bëj vetëm me fruta, po ta kemi për shpejtësisht. Mora edhe një tjetër me lule shtrydhe. Ai ishte pak më i shtrenjtë. Kjo firma është pak e shtrenjtë. Kjo përgjithësi këto janë shumë të mira. Mozzarella këto i mora për pica, që t'jen kur bëj pica. Krip Himalaya, kjo është shumë e mirë. Mora edhe krip kokormadhe sepse më duhet për ullin që t'ja ndryshoj ato ujin. Pastaj këtu kemi vanilje. Mora këtë tip çoko kremi që është edhe bio dhe vegane. Edhe thash ta marr, meqense më duke mirë, se kam provuar këtë, atë tjetrin kam provuar. Edhe, po, kjo më duhet bëri diku tek 6 euro, edhe pa vaj palme normalisht, se prandaj e marr. Rigon, këtë që lyejmë bukën si për krem djathi, këto për fëmijët. Pastaj këto që i shihni këtu ju, Philadelphia nuk e marr më, e marr vetëm kur bëj cheesecake, sepse më duket më e mirë nga këto të tjerat për cheesecake. Kur mascarpone dhe kjo, është shpesh që të bëj një me pistacjen, ujë, mollë jeshile, spinaq për të gatuar dhe për të bërë një byrek, nga këto datelat për të bërë fëmijëve në një ëmbëlsirë. Jo mami, mos zamër se të rrezosh. Pastaj këtu poshtë kemi sot dhe specat e mia me gjisë të preferuara. Ta morëm tjetër? Jo, dashuri nuk e dua dhe kaq. Duhet vetëm këto mora, s'maj më. Vëm sopa. E bëra dhe cheesecake-un, nuk ju mora me vete sepse u mundova të bëja shumë shpejt. Ky bëhet super mega shpejt, ju pata thënë herën e kaluar që do t'ja u tregoj, por s'pata kohë. Nëse duket jo shumë i bukur sipër, sepse këto pistakët ishin bio, dhe ishin shumë të mira. Ndërsa ato tjera që s'janë dhe aq kush e di, duken më bukur lart estetikisht, por kjo është më e shijshme dhe më e shëndetshme. Por që doli super fare, i hodha vetëm 50 gram sheqer të gjithë kësaj gjës dhe jemi super. Ikim në punë tani me këtë borën e shkërir këtu. Mirëmëngjes nga Beti, as syze s'po heq dot. Ka marr kafen, jam bërë gati, po ikim punë. Çova Kalvin, ata sot do shkonin në muze. Edhe dje nuk kishin shkollë prej moti, ishte okay deri diku, po prap shumë borë kështu rrugë të mbuluara. Tani do ikë dhe unë punë, edhe sot është ditë e martë, e kam zëvendësuar sepse ditën e njëjtë Ivi ka punë, kështu që jam sot edhe të premte në punë. Ama sa e bezdisshme është tani në dimër. Do ta heqësh me patjetër këtë xhaketën ose xhupin para kohe, se kur futesh këtu pastaj super acaruse.
Më dërtha kafja dhe ku tek gjupi. Nes. Le t'ikim tani. Byrek day. Pra një byrek tani me spinaq, që duket ka dalë shumë e mirë. Unë i hedh shumë pak vaj byrekut, normalisht byrekut do goxha vaj, por duke qenë se mundohem ta bëj sa më të shëndetshëm tjetër mundur, i hedh shumë pak vaj. Ndërkohë këtu kam bërë një tavë me ky është mish i grirë me specat janë poshtë, janë të zhytura. Këto lart janë kunguj me domate, me gjitha perimet dhe erza, domethënë. Ka dalë shumë e shijshme sepse kam provuar këtu në një cep. Çaj ka bler Ivi kajt për sport këtë të dyja, të personalizuara sa të bukura. Ka bler këto edhe një tjetër. Ku e ke edhe tjetrin, mami? Mirë mëngjes, trëndafilave ves. Unë po shkoj te makina tani se do iki në punë, sot kam punë. Edhe shkollë edhe punë sot. Po s'ka gjë se punë shkollën e kemi online nga shtëpia dhe jam pak më e qetësuar. Unë më bëri këtë kafen time të mëngjesit, se Ivi ma bën shumë të mirë, ose ndoshta se qijon shumë dora e tjetrit, ose ndoshta Ivi e bën vërtet më të mirë se unë. Por që po, tani do iki. Edhe jam pak si për gjumër sot, edhe syri im ishte skuqur e po më dhimbte pak, ndoshta se s'kam fjet mirë këto ditë. Po nejse, e dëgjoni zhurmën e zogjve. E di si është këtu tek lagja jonë, kemi lagje shumë bukur. E di si është këtu të dalësh edhe thjesht të rish, sepse dëgjon vetëm zhurma, për shembull të këtyre pata quhen këto që nëtojnë këtu, rosa, pata, nuk e di. Zogj, nuk e di, është shumë bukur, shikoni. Dëgjoni. Sa bukur. Nejse hika. Do ndes kondicionerin këtu, karaoke edhe muzik maestro. Unë jam fiksuar do kohët e fundit me këtë këngën e DJ PM, DJ Dax dhe PM, nejse, 2 DJ janë ata. Edhe ajo është shumë e bukur. Je më e mira, është shumë e bukur. Ika tani të dëgjoj edhe shihemi më vonë. Do fus këto patate tani në furr, edhe do t'i bëj kështu të pjekura për mua dhe për Ivin, pastaj do t'i çaj këtu në mes, edhe do t'i mbush brenda me pak djath, guda, ndoshta nuk e di, atë që kam marrë këtu, kam marrë një të mirë në fakt. Edhe do ta mbush, ideja ishte ta bëja edhe me mish të grirë, si tip lazanje, keni parasysh? Por unë mendje se kisha gjithmonë mish të grirë, por në fakt nuk kisha mish të grirë sepse i kisha përdorur dhe kisha harruar. Kështu që vendosa pak mish viçi dhe ta coptoj ku diun në forma të vogla. Edhe atë mishin do ta skuqim me kështu me domate, gjëra. Nuk e di mami. Merr atë grin. Edhe pastaj do t'i pjek. Domethënë po i fus njëherë në furr dhe pastaj do t'i bëj ndërkohë që këtu bëhet mishi, këtu kam zënë pak brum për pica, për fëmijët, që është bërë shumë i mirë në fakt. Dhe dalë edhe pak të që të qetësohet dhe të vi dhe pastaj do t'ja përgatis fëmijëve vetëm me mozzarella dhe me salcë tomate, sepse kështu e pëlqejnë, ata nuk duan më asnjë gjë brenda. Dhe kostumi tjetër. Një me numrin e Cristiano Ronaldos, një me të Messit. Sa të bukura që ishin. Sa e bukur. Pastaj edhe këtë që ableu ka ardhur nga Spanja, kjo vetëm për Kalvin, se mami, se nuk e gjenim. S'po e gjenim dot, edhe ishte fiksuar doni se s'bën këtë. Dhe ja morëm. Edhe s'po fokusohet, se fokuson Kalvin. Tani. Sa bukur. Vazhdon fermentimi i brumit. Jemi mirë. Erdha nga Edeka që isha marrë këtë formën. Në fakt unë e kam bler një se kjo më pëlqen shumë, po duke qenë se dua të pjek bukën këtu dhe 10 minutat e para ose 15 minutat e para buka sipër do një kapak, edhe kështu që mendova të marr këtë dhe t'i vendos sipër njëra tjetrës dhe e ndihmon më mirë kjo sepse buka mund të fryhet edhe po të kem një kapak normal, ai do t'ja pengoj fryrjen. Nëse kam marrë këto, që unë në fakt i kam qejf, por dhe nuk i kam qejf sepse janë shumë të ëmbla, por nuk i kam marrë për të ngrënë, domethënë për të ngrënë i kam marrë, po jo kështu, thjesht biskot, por do t'i bëj një tip cheesecake-u, ndoshta cheesecake-u kineza, nuk e di, nejse, japonez, nuk e di se ku e kam parë, domethënë se kush e bën, kush e ka bërë të famshëm, por e kam parë në Instagram, do t'ja tregoj pastaj se do e bëj tani. Po, mirë. Tani hurma ose mushmoll ose ç'i thoni ju këtyre?
Makaronat e mia të preferuara që për fëmijëve pak kështu me lëngmishi, me mish dhe lëngmishi, një kastravec, shega ime që ha unë gjithmonë në darkë, kështu si snack. Kam shumë qejf. Këto që kam marrë fëmijëve për t'i bërë me çokoladë të zezë, biu me kakao, që ka me kakao që ja ngri kështu në frigorifer dhe për veten tonë, rukola, se unë kam shumë qejf, domate këtu dhe lule shtrydhe dhe shihni ju, kokos nga këto të kokosi grir, që do bëj Rafaelo vetë në shtëpi. Pastaj kam marrë këto kostrat e mirë për këtë recetën me këto lotusin. Me lotus, po me këto. Edhe këtë kam marrë për të bërë një tip tiramisu, pa asnjë përbërës kështu me të thjeshtë, domethënë vetëm me këtë dhe përdor në vend të bukës të atyre savojarit. Pastaj qumësht për të pirë fëmijët, një salcë, kjo shumë e mirë, kam shumë qejf, vezë, banane. Pastaj bebelina për mikin, mora këtë, se kisha një që kisha pak plastik, doja ta hidhja komplet, se siç e dini, aksioni im prej muajsh tashmë që po bën vitin. Edhe këtë smoothie që kam shumë qejf për fëmijët. Ky mielli, ikën nga gjithmonë. Ky mielli i bukës që marr gjithmonë dhe që kam shumë qejf. Pastaj aty nga mbrapa janë pak rushi thatë që e përdorum për ëmbëlsira, qese për koshin, patlıxhan për ivin se duhet i bëj një gjellë të mirë, mollë, kam shumë qejf dhe këto. Tani çka kam tjetër këtu? Po. Këto janë për mua për mëngjes për të bërë në një gjë super bukës, se i kam shumë qejf dhe këto. Pastaj çka kam marrë tjetër unë? Edhe mish të grir. Po, mish të grir që është aty poshtë. Supozohet që është i mirë, nuk e di pse s'fokuson këno që trurin. Po nejse, këto janë pak a shumë dhe disa gjëra tjera që i kam hequr personale trupit tim. Përfundova drekën për sot dhe pasditën ose darkën, le të themi. Përgatita këtu një salcë vanilje, do të thënë krem vanilje, super i mirë ky. Edhe krepa këtu që të kenë fëmijët për pastaj pasdite edhe nga darka. Ndërkohë bëra një tip lazanja po me patlıxhan në furrë për ne dhe këtu bëra një lazanja me pet lazanje dhe me mish të gris siç shihet për fëmijët. Kryesisht Kalvin, se Kalvin nuk e ka qejf këto, kështu që hëngër nuk na që tani do ham edhe ne dhe jemi në tregu. E kështu fillova të bëj këtë kosin, këtë cheesecake-un, domethënë super viral me kos. Përdora me protein, ndërsa për fëmijët këtë me vanilje, që është shumë i shijshëm, meqense atyre nuk e bëj me kafe, mund ta bësh me kakao, po unë preferova ta bëja thjesht me atë kosin me vanilje. I lag biskotat në espresso në rastin tim, pa sheqer asnjë gjë. Edhe hedh këtu, ky kosi me proteina është shumë i mirë, ndërkohë të fëmijëve bëra vetëm me këtë kosin me siç e thash me vanilje dhe pastaj shtova biskotat edhe lash në frigorifer. Ditën tjetër ishte shije fantastike që më pëlqeu shumë. Këtu para kam grupin, kemi dalë sot sepse është super kohë fantastike dhe ja super vlen që të dalim. Ndërkohë unë mora gjithë kohë sot me disa video që kisha për të xhiruar edhe për të përfunduar. Ndërkohë duhet të përfundoj dhe detyrën, pjesën tjetër të detyrës që duhet të dorëzojmë. Tani jam shumë ngarkuar këto kohë. Oki! Nejse, po ikim po dalim një xhiro dhe tu pa tu boça do bëj. Po çorapin ku e le? Ke i pika? Po, edhe për mikin ka aty, hape dashurin, si e merë. Uluni me ra, Bari ra. Kush është aty? Kush është? Ua. Tre shpulla për qiko. Lere ta kapi Gjuni. Bravo Niki, kapi një peshk. Kape, mami kapi dhe gaforen. Kalidetit. Jo, lere ta kapi, bravo. Kapi dhe gaforen këtu mama.
gafore. Oh! Edhe pak? Bravo! Jej! Oki, po ti kë ke aty më jeta? Kush është kjo? Si e kanë emrat ato? Wow! O Miki! Qa po bëhet e dritë? Qevle. O, Miki! Më mirë një nuce apo një suflaqe? Një nuce në vlo? Një nuce në vlo? Sa gjej una për Lave le me ti? Dina. Patatina. Është patatina, është mandarina. Patatina. I vogli nënës. O, i vogli nënës do ta prish atë. I vogli. Sa po bëra tani një pastiçe greke, jo 100% po. Ka dalë shumë e shishme, se e provova pak. Shumë e shishme, unë fakt i kisha me nxitim e lash kështu, doja ta lija edhe pak në fakt, por i ka me shumë nxitim, edhe madje fika fulin pa marruar ende, por gjithsesi. E Ivi bashkë me grupin kishin shkuar te parku i lojrave dhe unë shkova te Aldi mora pak ujë edhe thash po shkoj dhe unë me vrap te këndi lojrave sepse unë qëndrova në shtëpi se kisha pak ujë. Po shpit mora ato streçet për Oktavien që ishin bërë 4 euro me ofertë nga 6 euro. Kanë qenë edhe më shtrenjtë se më vonë, po ishin kështu me llush, ishin shumë të mira. Kishte edhe këpucë si këto që i kam bler Mikit, ishin bërë 5 euro, ato kanë qenë 20 diçka e tillë, po ishin numri që nuk i përshtatej asnjërit. Madje as Soleas, doja të vira bricit për Solen pas Soleas, ishin shumë të, domethënë ishin 23, 24, Miki ka, kështu që Miki që ka 24, Mikit nuk Miki ka, edhe ishin plus ishin roz, por nejse, ishin shumë bukura, gjitha 26 e merja Oktavias, edhe kështu. Mora dhe këto organizuesi që më duhen për të dollapi im, për këto robat. Qa po ku qemër. Kanë tjerë edhe gjëra, kështu që po. Ka tani se po hap këto gjellën, këto pastiçe greke që bëra, edhe më kam pledhjet e tona. Haj e shpirtim, haj.